sot unë jam duke ikur për në San Antonio me taksi. Edhe kjo video që ju po shikoni do jetë një javë me mua. Jam me zjarin mbrapa në makinë dhe Angelo është para. Edhe ne do të shkojmë në një vend të bukur dhe do e tregoj edhe juve, tani po e tregoj edhe pak zjarin. Ja edhe zjari ka më kapele, po e ka pak të madhe dhe i lëviz. Ka veshur një bluzë të verdhë dhe tutot ja kam kombinuar me kapele. Zjar, shikoj pak mamin. Sa po zbritëm edhe tani jam kthyer në një dyqan që ka suvenire dhe gjëra kështu. Se gjëra të bukura. You are special. Ka shumë gjëra të bukura. Këto janë, sa e bukur kjo. Tani kemi ndaluar në një KFC që të hanim diçka para se të shkojmë tek ai vend i bukur. Edhe unë vura këtë kapelen e kisha te çanta e zjarit sepse është goxha vap jashtë, shumë diell. E kam kombinuar me rrobat e banjës që i kam veshur. Sa po erdhëm, është një lokal. Është shumë i lezetshëm, ka edhe krevata aty për të shtrirë edhe për të pirë diçka. Edhe ne aty do shkojmë, por ulëm njërë këtu se unë po ushqej zjarin, i kam marrë ushqime vete, i kam marrë gjell me bizele, ja kam bërë me mish pule, i kam marrë edhe banane, por bananen më vonë. Aty është edhe deti, besoj se duket. Jam në shtëpi, është ora 8:20 e pasdites, e darkës domethënë. Zjari po fle, ka një 2 orë që po fle, po do ngrihet tani. Për pak. Edhe do bëj disa brusketa për darkë, sepse i bëj shumë të mira, do ju tregoj edhe juve. Do ju tregoj përbërësit se përtoj të filmoj të gjithë procesin se është shumë i gjatë. Këto janë gjërat që më duhen, janë domate, një spec, sallator, do marrë një 2 thelpinj hudhër të kjo, se kjo është shumë. Është djath grek dhe si këta ullind nëse doni, po unë i hedh gjithmonë sepse janë shumë të mirë. Janë pa fara dhe janë gati të prerë. Po Liri jep shumë shije brusketave, kështu që jam gati t'i gri këto tani. Do t'i hedh këtu dhe pastaj do t'i marinoj me vaj ulliri dhe krip edhe pak uthull rushi. Kjo është edhe brusketi e sapo përgatitur, edhe ka marinuar siç ju tregova. Ja edhe buka. Bukën edhe mund ta thekni nëse dëshironi, por unë nuk e kam thekur. Ja edhe këtë sipër, edhe është diçka shumë e shijshme dhe shëndetshme sepse ka shumë perime. Mëngjesi nga dita e dytë e javës, sot është e martë, edhe unë po iki për tek Zara sepse më duhen disa çorçaf për tek shtëpia. Edhe do t'i blej dhe zjarit diçka, sepse do t'i bëj fotot e 9 mujorit që ka nesër. Apo jo, pas nesër. Po, pas nesër. Në datën 10. Edhe kështu, hajdeni me mua. Zjarit i kam vënë shamit të kuqe dhe atletet e kuqe ja kam kombinuar bashk. Është duke ndenjur të karroca. Zjari. Është pak për gjumë është tani. Por e sigur që do ta zëri rrugës. Tani kemi ndaluar te kafja, zjarin e ka zënë gjumi edhe kam porositur një frappuccino të ftohtë, sepse duke qenë se është shumë vap, kjo është një pije perfekte dhe për të dalë gjumi. Do pim këtë, pastaj do ikim tek Zara. Se po erdha njërë të farmacia, se kam për t'i marrë zjarit një shishe ujë. Domethënë si këto pak a shumë. Edhe krem për diell, për fytyrën, edhe krem për mushkonjat. Edhe jam duke kërkuar
20 euro vetëm një klëf jastaku, janë shumë të shtrenjtë. Kurse kjo është klëf dysheku për poshtë, edhe kjo është 70 euro. Nuk e di. Po të marrësh këto dhe shumë shtrenjtë të gjitha. Qa po bën ti? E zjarri o zgjua. Këtu janë dhe çorçafët, këtu janë shumë materiale mirë, janë lino, por janë pak të shtrenjtë. Unë mora vetëm një mbulesë për të mbuluar, sepse ishte shumë e mirë. Këto që nga një stok, tani po i shoh. Janë 50 euro. Tani kemi një unboxing nga zjarri. Këto janë çorçafë të gjitha çfarë mora. Po duhet të tregoj tani sepse sa u shjeva pak zjarrin. Tani po i hap këto dhe t'ju tregoj. Kjo është një mbulesë që është material shumë i mirë. Është për të mbuluar shumë e hollë. Këto vetëm mora tek Zara. Po bëri 70 euro. 69. E mora të bardhë, duke qenë se dhoma është e bardhë me kafe dhe nuk dua që të kem ngjyra të tjera, sepse më bëhet e shëmtuar pastaj. Mora një set me çorçaf që ka edhe mbrojtësin e dyshekut, ka edhe dy klëf jastaku. Edhe ky është material shumë i mirë, është pambuk dhe është i bardhë. Do më duhet të jesh nga qesja? O jeta ime. Do më duhet që të jesh nga qesja këto dhe t'i laj. Tjetër kemi një peshqir. Kemi një peshqir tjetër. Edhe një tjetër. 2 peshqira dhe një map 3. Tu kam 2 klëf jastaku të bardhë dhe këta i doja të dhoma ime. Edhe këta janë pambuk shumë i mirë. Një qesë mbaroj. Se tjetra. Kemi një set tjetër me çorçaf. E di nuk është shumë i bukur, por nuk isha shumë mundësi zgjidhje. Është boqelli. Është këto. Me 2 jastak. Ka pjesën e dyshekut mbrojtëse dhe pjesa çorçafit sipër për të mbuluar. Vetëm se material shumë i mirë, edhe ky tjetri është më i lezetshëm se ai, është me lule boqelli. Duke qenë se dhomat e tjera janë të bardha, se s'po më nis zjarri të flas. Babi apo mami tani? Ka të tillë lloj dizajni me lule. Është një ngjyrë bezhe dhe ky njësoj, ka klofin poshtë, mbrojtjen e dyshekut edhe si quhet, mbrojtje quhet ajo. Që i vje dyshekut kështu. Edhe për 2 jastak dhe kaq. Këto blem. Tani do më duhet që t'i laj të qik të gjitha, me që se është dhe dje dhe të kanë shpejt, kurse fotomacia për zjarin. Mora këtë kremin e Mustelës për djelin, është edhe Sprite-i. Kjo bëri 36 euro. Mora edhe këtë kremi për mushkonjat, ky bëri 8,50 euro. Edhe ky për zjarin, sepse po e han shumë. Nuk që në krem që ka Sprite. Do t'ja luaj trupin çdo darkë me këtë. Pas ka erë të mirë, era simente, freskuese. Do e luaj trupin çdo darkë, sepse këtu ka shumë mushkonja dhe po e spickojnë zjarin e darkë edhe nuk është mirë. Tjetër i ka marrë një kështu çuç, biberon si mund ta quaj. Është e kësaj firmës Mam, kjo është për ujin. Është shumë e mirë, nuk e di çka ka tjetër brenda. Hiqet edhe kjo po të doni. Pas ka një gjë që mund ta vësh këtë dhe të pi këtu, si në formë pip.
Pra hiqet kjo koka e bardhë. Ja. Edhe vijet kjo. Nuk e di se mund montohet do parë. Se kam ide. Nejse. Kjo ishte diku tek 11 euro. Dhe është shishe të madhe. Sepse kisha shishen goxha të vogël. Nuk e kam këtu, e kam lënë poshtë te karroca, ndërkohë se e kisha me vete dhe zjarri e mbaron atë sepse në qesh dhe vap tani dhe do shumë ujë që të pi. Dhe të hidratohet. Ndërkohë do i provoj edhe këtë të mustelës, por pasi t'i bëj dush. Është Sprite-i, si që tregova, është me 50 plus. Kjo është kështu. Tani jemi gati për plazh, se jemi bërë gati me kremra, jemi në rregull. Edhe kapelet i kemi. Kjo ishte videoja deri tani. Do filmoj edhe pak pastaj se çfarë do bëj gjatë ditës sot. Edhe po nuk e besoj të dalë më, ndoshta dalë vetëm për të bërë pazaret e ushqimeve, sepse nuk kam mjaftuar shumë ushqime në shtëpi. Edhe pastaj duhet t'rregoj edhe në kamerë juve. Gjatë kohës në vazhdim, ndiqeni videon deri në fund. Edhe unë jam vetëm me zjarin edhe po ikim të dalim i xhiro nëpër dyqane. Po ula tani dhe Angelo ka porositur pizza, sepse e takova në qendër. Ndërkohë zjarit i bleva një bluze, edhe kam bler një pal pantallona për vete te Zara, të shkurtra, dhe dy pal çorape për zjarin, nga ato që janë të gjata dhe që kanë dalë në modë, që janë në kuadrata dhe janë shumë të bukura. Do t'rregoj sa po të shkoj në shtëpi. Tani sa po erdha në një kozmetik edhe do marr mask për fytyrën. Kam marr këto të dyja. Edhe më duhet dhe një shampo, sepse nuk po gjej një shampo të mirë për flokët. Mëngjesi nga dita e 5, unë sapo kam bërë një dush. Edhe tani do merrem pak me flokët, me fytyrën. Dhe pastaj mund të dal pak, sepse kam një 2 punë. Ndërkohë zjarri është zgjuar, e kam lënë me Angelën te dhoma. Sapo e kam ndruar, edhe zjarri është gati. Sapo i bëra flokët me këtë vaj argani, që është shumë i mirë. Edhe tani do bëj pak fytyrën me krem. Si fillim po përdor toner të Centellës. Kjo është një firmë koreane, për të gjithë ju që nuk e dini. Unë e kam marrë po bëj gati 1 muaj që po e përdor. Edhe është shumë e mirë si firmë, sepse më mban lëkurën shumë mirë. Edhe nuk më bëhet asnjë kokër, puçër. Edhe më ka mbajtur shumë mirë. Edhe nuk ndroj më, se çdo gjë që kam marrë përpara, si shampot, si këto produktet e fytyrës, i kam ndruar gjithmonë, dhe pse kanë qenë të mira, por unë i kam ndruar. Gjithmonë duhet të përdor këtë, është hidratanti Centellës. Edhe ky është super hidratant, ta mban lëkurën shumë të butë, edhe të jep dhe një shkëlqim. Po këto produktet koreane janë shumë të mira. Zjarri ande që po luan dhe dëgjohet në kamerë. Tani kam edhe ampulën, e cila është kjo këtu. Kjo është e fundit,
po më shkasin duart, më duhet të laj pak. Edhe të fundit fare aplikoj kremin e diellit që është këtu nga La Roche, është formati i ri që ka dalë dhe është shumë i mirë. Përhapet shumë kollaj. Krem do t'jedhim pak shumë, duke qenë se unë kam dhe nishane dhe më duhet që t'i mbroj nga dielli. Kjo është dhe rutina ime mëngjesit gjithmonë. Mendoj se duket se do të pasë edhe me shkëlqime mba. Tani do më duhet të krep pak flokët edhe pastaj t'i thaj. Sa po dola nga shtëpia dhe po iki të bëj pak thonjt, sepse kisha orarin dhe më kanë ikur. Kisha një muaj me ata që kisha, kështu që duhet t'i ndroja me se s'bën. Ndërkohë jam me Anxhelën dhe zjarin, por këta do më presin në kafe sa të mbaroj unë. Tani jam duke zgjedhur ngjyrat edhe po vale surprizë për në fund. Po i mbarova thonjt edhe kam ardhur në një dyqan të shikoj për diçka. Dalën shumë të bukur. Janë këta këtu. Janë french edhe me këtë gjën roz. Paroj këtu do shkoj te kafja se po më pret Anxhelo dhe zjari. Dhe pastaj ndoshta do ikë në shtëpi. Se nuk kam çfarë të bëj tjetër. Shëndetje nga dita e 6 edhe jo si çdo ditë tjetër që unë dal në kafe, sot jam futur punës dhe jam në shtëpi, po ndroj ngjyrën e dhomës së gjumit që është kjo e shumtuara këtu, që unë e bëra para një muaji dhe nuk e di e mora boj ngjyrë më të lehtë, edhe doli kjo. Se di pse doli kështu, por nuk më pëlqen kjo ngjyra. Tani jam duke gryer me këtë, është një sfungjer, smeril quhet kjo. Edhe jam duke gryer këto shenjat që unë vë ngjica në mur edhe ngjis panorama të ndryshme, jam duke i gryer para se ta luaj dhe të ndryshoj ngjyrën e dhomës. Kështu që do i futem punës tani, do më ndihmoj dhe Anxhelo pak. Ndërkohë zjari është duke luajtur me lodra, ka pak kohë që është zgjuar. Më falni për pamjen, flokët janë pak lëmsh, por nuk kam çfarë të bëj. Do mbaroj këto edhe do ju tregoj edhe juve. Mirëmëngjesi nga dita e 7 dhe unë kam dalë me zjarin tek Zara, sepse ka disa ulje dhe jam duke i bler zjarit disa gjëra. Dhe pse kam gati një javë rresht që po i blej zjarit, këto janë për gocat, janë shumë të bukura. Shikoni, janë të qëndisura. Edhe siç po ju thoja, i kam marrë zjarit gjithë ato gjëra, sepse ka pas goxha ulje. Kam ca që kam ardhur në shtëpi dhe tani duhet t'rregoj gjërat që kam bler. Kam bler të gjitha gjërat që kam marrë me ofertë, përveç se një palë xhinse për Anxhelon. Por ato nuk ishin shtrenjtë. Zjari është brenda te krevati vet, për sa të mbyll këtë videon do ta vë në gjumë. Ndërkohë po filloj me gjërat që ju tregoj. Ky është një fustan
veror, po është shumë i bukur. Kjo është si rrjet, por ka edhe këtë pjesën e copës poshtë, është i ngushtë pas trupit, por është i shkurtër dhe është shumë elastik. Ky s'ka bërë kaq kishte çmimin, por ishte me ofertë me 50% ulje. Edhe ka bërë diku tek 12-13 euro. Apo 15, diçka e tillë. Do ta shoh te fatura. Këtë e mora te Bershka. Tjetër te Bershka mora edhe një palçizme që janë verore. Ndoshta tingëllon çik çuditshëm, por nuk e di, kanë dalë shumë në modë tani për të gjithë gocat që kam parë fotot e gocave të tjera. Çizmet janë te pjesa e gishtave janë të hapura, kurse pjesa sipër tek ky çikambës edhe pak më lart janë tamam çizme. Ato ishin shumë të bukura, janë kastor në ngjyrë bezh dhe ato i kam marrë me ofertë dhe i kam marrë me ofertë diku tek 23 euro, kanë qenë 45, më duket. Gjithsesi do ta shikoj sepse kanë etiketën. Duhet t'rregoj sapo të shkoj poshtë, sepse s'mundi merja në dhomë ato. Dhe të Stradivarius kam bler vetëm këtë bluzën, kjo rrinte shumë bukur sepse unë e provova. Është ngjyrë roze lehtë, edhe ka një prerje shumë të bukur. Vishet kështu si është, nuk ka nevojë për recipeta, prandaj e mora sepse tani goxha është edhe bab, edhe këto janë shumë të rehatshme për tani. Zjarit i ka marrë një këmish te Zara. Është fiks një këmish që ka Angelo edhe ngjyra, është shumë e bukur dhe mua më pëlqejnë këto që janë pa jak. Kjo ishte me ofertë nga 16 euro, është me 60% ulje. Tjetër i ka marrë një bluzë portokalli të lehtë, sepse kjo ngjyrë shkon shumë Zjarit. Kjo ishte 9 euro dhe ka qenë me 50% ulje e fundit fare. Edhe ka materialin shumë të mirë pambuk. Edhe unë jam marrë për të ndruar, i ka marrë shumë të Zara këto kohë. Dhe kjo është një bluzë, kjo nuk ishte ofertë, sepse kjo është vetëm 6 euro. Kishte dalë, ishte re, domethënë, nuk ishin nga ato që kishin mbetur. Kishte edhe pantallona që ishin me vija, ishin shumë të bukura, por nuk e di pse s'mora. Por që i ka marrë disa Zjarit edhe vetëm blu nuk ka. Dhe më duhet i marrë edhe blu edhe gri, sepse edhe pantallona gri nuk ka. Nëse kjo është bluze për Angelon, sepse nuk ishte në këtë ngjyrë. Kjo është masa medium edhe ishte 16 euro. Kështu është nga para, kurse mbrapa është shumë e bukur. Është me këtë arushi. Tjetër është dhe një bluze boqelli, kjo më duket ishte me ofertë. Jo. S'pas kanë qenë me ofertë këto. Është kështu. Dhe mbrapa dhe kjo është shumë e bukur. Edhe kjo është masa medium, 16 euro thot edhe këtu. Gjinse nga Pull&Bear kanë bërë 23 euro. Janë shumë të bukura, të shkurtra dhe ka këtë gjinsin shumë të mirë, si i freskët për tani. Dhe këto ja mora Angelos. Etiketë për të ndruar. Kështu që këto tani do t'jetë etiketat i laj, por pak më vonë, sepse tani do merrem me Zjarin, do ta vëmë në gjumë. Ndërkohë kam bërë edhe drekën, kam bërë tagliatelle, edhe kofsha pule të pjekura. Edhe Zjari sa po hëngri, piu dhe qumshin. Momentalisht që unë po flas, do ta filmoj edhe pak Zjarin pastaj, sepse di që kjo video do ngelet në kanalin tim. Edhe dua që ta shoh kur të jem për disa vite më vonë, edhe ta shoh Zjarin teksa ka qenë i vogël.